Njeriu që ndante shtëpinë me Bekim Fehmiun në Beograd e njihte çdo sekret të tij. Ai e dëgjonte duke qarë natën, e shihte duke u shkatëruar ngadalë. Dhe ky njeri mbante një diktafon të fshehur në njastër. Çdo bisedë private, çdo telefonat me Prishtinën, çdo thirrje të dëshpëruar për ndihmë regjistrohen në kasetë. Dhe kur gazetarët serb filluan të kërkojnë histori për të shkatëruar imazhin e Bekimit si hero shqiptar, ky njeri u shit për 3.000 marka gjermane. Të gjitha fjalët që Bekimi i tha duke u ndier i sigurt, duke u ndier se kishte dik në anën e tij, u bën fishek kundër tij. Ai e besonte këtë njeri si vëlla. Por vëllai ja shiti shpirtin për çmimin e një makine të vjetër. Kush ishte ky Juda? Pse askush nuk guxoi ta zbulonte emrin e tij edhe pas vdekjes së Bekimit? A është e mundur që ai njeri ende jeton, i mbrojtur nga ata që kanë interes ta mbajnë të fshehtë të vërtetën? Bekimi dinte se po e shikojnë. Që prej vitit 1987, kur ai guxoi të fliste hapur kundër asaj që po ndodhte me shqiptarët në Kosovë, dhoma e tij e punës në Beograd u bëzon e ndaluar edhe për familjen e tij. Ai e mbyllte çdo mbrëmje me çelës dhe asnjë nuk guxonte të hynte atje. Vajza e tij, Heana, rrëfeu vite më vonë se e dëgjonte të ecte natën brenda atij dhome, duke folur vetëm, duke qarë ndonjëherë, duke thyer gjëra të tjera herë. Çfarë fshihte ai atje? Letra kërcënuese nga UDBA, shërbimi sekret jugoslav? Prova se po e ndiqnin? Apo diçka më të errët, plane për t'i arratisur familjen, apo dokumenta që e lidhnin me lëvizje nacionaliste shqiptare? Fama e tij ishte ndërtuar mbi një imazh të paprekshëm. Bekimi ishte ylli i parë shqiptar që thyeu murin e Hollywoodit. Ai luajti krah për krah me Richard Harris në filmin legjendar Aventurierët dhe emri i tij shkëlqeu në ekranet e Amerikës, Italisë, Francës. Në vitin 1968, ai ishte fytyra e Jugosllavisë së re, moderne, shumë kombëshe. Tito e donte. Intelektualët serb e respektonin. Gratë e adhuruan. Por askush nuk e dinte se çfarë çmimi po paguante ai për atë shkëlqim. Askush nuk e dinte se çdo rol që ai merrte, çdo intervistë që jepte, kalonte nëpër filtrat e UDBA-s. Askush nuk e dinte se ai nuk mund të fliste lirisht as në shtëpinë e vet. Kur ai u largua nga Jugoslavia dhe shkoi të jetojë në Amerikë në fillim të viteve 80, shumë menduan se ishte thjesht një aktor që kërkonte mundësi më të mira. Por të afërmit e tij dinin të vërtetën. Bekimi po arratiset. Jo nga varfëria, ai kishte para, pasuri, famë. Por po arratiset nga një makinë shtetërore që po e shtynte të heshtë, të mohoj identitetin e tij, të luaj rolin e shqiptarit të mirë që nuk bën shumë. Ai nuk donte më të luante atë rol. Dhe për këtë, ai do të paguante më shumë se sa dikush mund ta imagjinonte. Në vitin 1983, Bekimi u kthye në Jugosllavi për një vizitë të shkurtër. Ai kishte marrë me vete gruan amerikane, Brenda. Ajo nuk fliste serbisht, nuk e kuptonte tensionin që mbizotëronte çdo darkë familjare, çdo takim me miqtë e vjetër. Por ajo e ndjeu diçka të çuditshme që nga dita e parë. Njerëzit e shikonin Bekimin me një përzierje frike dhe respekti. Kur ai hynte në një restorant në Beograd, bisedimet pushonin për një çast. Kur ai ecte nëpër rrugë, disa njerëz largoheshin. Brenda ja bëri pyetjen, pse të shmangen? Ai qeshi dhe i tha, sepse unë jam fantazma e një vendi që po vdes. Por gjatë atij udhëtimi ndodhi diçka që e tronditi thellë Bekimin. Ai shkoi në Prishtinë, qytetin ku ai kishte lindur, ku kishte filluar ëndra e tij për teatr.
Ai donte ta shite sërish teatrin kombëtar, vendin ku ai kishte luajtur për herë të parë Hamletin në Shqiv. Por kur arriti atje, ai u ndal në hyrje. Emri i tij ishte hequr nga plakat përkujtimore. Fotografia e tij, që dikur mbështillte murin e hyrjes, ishte zëvendësuar me një fotografi të një aktori serb. Askush nuk ja shpjegoi përse. Por ai e kuptoi. Ai ishte fshirë. Jo vetëm nga historia e teatrit, por nga historia e vendit të tij. Ai u kthye në Beograd i shkatëruar. Atë mbrëmje, ai hyri në dhomën e mbyllur dhe nuk doli deri në mëngjes. Vajza e tij e dëgjoi duke thyer diçka brenda. E dëgjoi duke qarë me një zë që ajo nuk ja kishte dëgjuar kur më parë, një zë të thyeshëm, të dëshpëruar, të një njeriu që po humbet çdo gjë. Kur ai doli në mëngjes, sytë e tij ishin të skuqur, fytyra e tij ishte erruar, por ai nuk foli asnjë fjalë. Ai vetëm tha, ne do të largohemi sot. Dhe ata u larguan. Për të mos u kthyer kur më. Por ajo që Bekimi nuk e dinte ishte se ai nuk po largohej vetëm nga Jugoslavia. Ai po largohej nga një rrjet që tashmë e kishte shënjestruar. Që prej momentit kur ai filloi të fliste hapur kundër diskriminimit të shqiptarëve, që prej momentit kur ai dha intervista për gazeta perëndimore duke kritikuar politikën e Beogradit, emri i tij u fut në një listë. Një listë që quhej armiq të brendshëm. Dhe njerëzit në atë listë nuk jetonin gjatë. Bekimi u përpoq të filloj një jetë të re në Los Angeles. Ai bleu një shtëpi në Malib, një vilë të bukur me pamje nga oqeani. Brenda mendoi se më në fund ata do të jetonin në paqe. Por paqja nuk erdhi kurrë. Bekimi filloi të shihte njerëz që e ndiqnin. Makina të njëjta që parkonin përballë shtëpisë së tij ditë pas dite. Telefonata të çuditshme që ndërpriteshin sapo ai përgjigjet. Letra pa dërgues që arrinin në kutinë postare, letra me kërcënime të fshehta, me fotografi të vjetra të familjes së tij në Prishtinë. Ai u bë paranojak, thonin miqtë e tij amerikan. Por Bekimi e dinte se nuk ishte paranoj. Ai e njihte sistemin jugoslav. Ai e dinte se UDBA kishte agent kudo, edhe në Los Angeles. Ai e dinte se kishte njerëz në komunitetin shqiptar që raportonin për të. Dhe më e keqja, ai e dinte se kishte njerëz në shtëpinë e tij që nuk ishin ajo që dukeshin. Një mik i vjetër nga Beogradi, një njeri që Bekimi e kishte konsideruar si vëlla për 30 vjet, erdhi ta vizitonte në Malib. Ai tha se donte të kalonte disa muaj në Amerikë, të pushoj, të largohej nga kaosi i Jugosllavisë. Bekimi e priti me zemër të hapur. Por atë njeri e kishin dërguar. Ai nuk ishte atje për pushim. Ai ishte atje për të vëzhguar, për të dëgjuar, për të raportuar. Dhe çdo natë, pasi Bekimi flinte, ai hynte në dhomën e tij të punës dhe fotografonte dokumenta, letra, shënime personale. Kur Bekimi e zbuloi këtë, dhe ai e zbuloi, sepse ai nuk ishte naiv, ai nuk thiri policinë. Ai nuk bëri skandal. Ai thjesht i tha mikut të tij, ti ke shkatëruar çdo gjë që kishim. Dhe pastaj ai e dëboi nga shtëpia. Por ishte shumë vonë. Dëmi ishte bërë. Të gjitha planet e tij, të gjitha shpresat e tij për të ndihmuar familjen e tij në Kosovë, të gjitha lidhjet e tij me lëvizjen shqiptare, tani ishin në dosjet e Beogradit. Brenda filloi ta shihte ndryshimin tek Bekimi. Ai nuk flinte më. Ai ecte nëpër shtëpi natën, duke pirë whisky, duke shikuar nga dritarja si një njeri që pret një sulm. Ai nuk donte më të shkonte në takime, në ngjarje, në festat e Hollywoodit ku dikur ai shkëlqente. Ai u mbyll në vete.
Dhe sa më shumë ai mbyllej, aq më shumë brenda e kuptoi, ky njeri nuk po luan. Ky njeri po vdes nga frika. Ajo u përpoq ta bindë që të shkonte tek një terapeut. Ai refuzoi. Ajo u përpoq ta bindë që të fliste me Policinë Federale Amerikane për kërcënimet. Ai qeshi hidhur dhe tha, policia nuk mund të bëj asgjë kundër fantazmave. Ajo u përpoq ta bindë që të harronte Jugosllavinë, të harronte Kosovën, të jetonte thjesht jetën e tij. Por ai e shikoi me sy që ishin plot dhimbje dhe tha, si mund të harroj kur çdo ditë më arrin lajme se familjet po dëbohen nga shtëpitë e tyre? Si mund të harroj kur të afërmit e mi jetojnë në frikë? Si mund të harroj kur unë kam zërin, por nuk guxoj ta përdor sepse do t'i vras me duart e mia? Dhe kështu ai jetoi, i burgosur në shtëpinë e tij të bukur, i rrethuar nga oqeani, por i mbytur nga dallgët e së kaluarës që nuk pushonin së ardhuri. Pse askush nuk e ndërhyri? Pse askush nuk e ndihmoi? Dhe më e rëndësishmja, çfarë ndodhi me ato dokumente që ishin në dhomën e mbyllur? Ku janë ato sot? Këto pyetje do të mbeten pa përgjigje për dekada. Por dikush e dinte të vërtetën. Dhe ai dikush po priste momentin e duhur. Në vitin 1985, Bekimi nënshkroi një dokument që do ta ndiqte deri në varr. Ai nuk ishte kontratë për film. Ishte marrëveshje me një kompani jugoslave prodhuese që e detyronte të mos fliste publikisht për çështjen shqiptare për 5 vjet. Në këmbim, familjes së tij në Prishtinë do t'i garantohej siguri. Ky dokument u gjet më vonë në një zarf të vulosur në arkivat e UDB-s, me një shënim të shkruar me dorë në buzë, nëse shkel, familja paguan. Bekimi e dinte çfarë kuptonte kjo. Jo burgim. Jo gjoba. Por zhdukje. Ai nënshkroi me duar që dridheshin, duke ditur se po shiste heshtjen e tij për jetën e vëllait të tij, të motrës së tij, të nipit të tij. Dhe çdo ditë që kalonte, ai e ndjeu atë firmë si një thikë që rrotullohej në stomak. Sa kohë mund të jetojë një njeri duke mbajtur heshtjen kur shpirti i tij bërtet? Kontrata ishte e fshehur në një sistem më të madh se sa dikush mund ta imagjinonte. Bekimi nuk ishte i vetmi artist shqiptar që u detyrua të heshtë. Të gjithë hyjet shqiptar që jetonin në Beograd ose në Shkup kishin marrëveshje të ngjashme. Disa i nënshkruan me vullnet duke menduar se kështu po mbronin karrierën. Të tjerë u detyruan me kërcënime. Por Bekimi ishte rasti më i lartë, sepse ai kishte zë ndërkombëtar. Nëse ai do të fliste hapur në perëndim, nëse ai do të jepte intervista për gazetat amerikane ose franceze duke treguar të vërtetën për Kosovën, skandali do të ishte i paparashikueshëm. Prandaj ata e kthyen në robër të heshtjes. Kontrata përmbante gjithashtu një klauzol tjetër, ndalim për të udhëtuar në Kosovë pa leje paraprake. Çdo vizitë e tij duhej të miratohej nga Ministria e Brendshme. Çdo takim me intelektual shqiptar duhej të raportohej. Sipas dëshmive që dolën më vonë, telefonatat e shumë artistëve shqiptar monitoroheshin nga shërbimet sekrete. Bekimi ishte i bindur se edhe bisedimet e tij private nuk ishin të sigurta, se një ekip oficerësh diku në Beograd analizonte çdo fjalë që ai thoshte. Ata nuk po mbronin vetëm regjimin. Ata po mbronin një sistem që po shembej ngadalë, dhe Bekimi ishte një prej shumë që u sakrifikuan për të mbajtur fasadën në këmbë. Brenda nuk e dinte asgjë për këtë kontratë derisa një natë gjeti Bekimin duke qarë në garazh, duke mbajtur një fotokopje të dokumentit në duar. Ai nuk ja shpjegoi plotësisht. Ai vetëm tha, unë nuk jam më njeri i lirë. Ajo nuk e kuptoi atëherë.
Por vite më vonë, kur dosjet filluan të hapen pas shkatërimit të Jugosllavisë, ajo e kuptoi se burri i saj kishte jetuar në një lloj burge të padukshëm. Dhe sa kohë mund të mbajë një njeri një sekret kaq të rënd pa u shkatëruar? Në atë kohë, Bekimi kishte një vend ku shkonte kur nuk duronte dot më, një apartament i vogël në qendër të Beogradit që askush nga familja nuk e dinte. Fqinjet mendonin se ai ishte thjesht një vend pune, një studio private ku ai stërvitej për role. Por e vërteta ishte ndryshe. Ky apartament ishte vendi ku Bekimi shkruante ditarin e tij, ku ai mbante letra që nuk guxonte t'i mbante në shtëpi, ku ai grumbullonte dëshmi, artikuj të gazetave perëndimore që flisnin për dhunën në Kosovë. Dëshmi nga miqtë e tij që ishin arrestuar, lista me emra të njerëzve që kishin zhdukur. Brenda dhomave të atij apartamenti, në një dollap të mbyllur, ai mbante gjithashtu diçka më të rrezikshme, një kaset audio ku ai kishte regjistruar një bisedë me një oficer të lartë të UDBA-s. Kjo bisedë kishte ndodhur në vitin 1987. Gjatë një darke private ku Bekimit ju kërkua të binte intelektualët shqiptarë që të pushonin protestat. Ai priti në heshtje dhe në fund tha, unë nuk do të bëhem portëzi i juve. Oficeri buzëqeshi dhe tha, atëherë do të bëhesh viktim. Bekimi e regjistroi atë bisedë me një diktafon të vogël që e mbante në xhepin e brendshëm të xhaketës. Ajo kaset ishte prova më e fortë për atë që po ndodhte, kërcënim i drejt për drejt nga shërbimi sekret kundër një artisti që refuzoi të luajë lojën e tyre. Por ai nuk e çoi kurrë atë kaset në publik. Ai kishte frikë. Jo për veten, por për familjen. Nëse ai do ta publikonte atë kaset, vëllai i tij do të arrestohej brenda 24 orëve. Motra e tij do të humbte vendin e punës dhe do të shpallej armike e shtetit. Nipi i tij do të hiqej nga universiteti dhe do t'i ndalohej e ardhmja. Prandaj ai e fshiu atë kaset në dollap dhe shpresoi se një ditë, kur gjërat të ndryshonin, ai do të mund ta nxirrte në dritë. Por apartamenti nuk ishte vetëm vend të fshehjes. Ai ishte gjithashtu vend ku Bekimi takonte disa njerëz që nuk mund të takonte në publik. Një prej tyre ishte një gazetar italian që po përgatiste një dokumentar për shkatërimin e Jugosllavisë. Ai donte të intervistonte Bekimin, por Bekimi nuk guxonte ta bënte hapur. Prandaj ata takohen natën në atë apartament dhe Bekimi tregonte gjithçka, por me një kusht. Emri i tij nuk do të përdorej deri pas vdekjes së tij. Gazetari pranoi. Por ai dokumentar nuk u transmetua kurrë. Kopja origjinale zhduk në rrethana të dyshimta nga zyra e gazetarit në Rom, dhe të gjitha shënimet u shkatëruan. Kush qëndronte pas kësaj? Askush nuk provoi kurrë. Por Bekimi dyshonte vetëm një shpjegim, rrjeti i UDBA-s mund të arrinte edhe në Itali. Në atë apartament ndodhi gjithashtu diçka më e errët. Një mbrëmje, kur Bekimi hyri atje, ai gjeti diçka që e ngrini gjakun. Dollapi ku ai mbante kasetën ishte i hapur, a ishte kjo vërtet një thyrje, apo vetëm panik i tij? Por kaseta ende ishte atje. Ajo që mungonte ishte një zarf me letra ku ai kishte shkruar emrat e të gjithë njerëzve që e kishin tradhtuar, të gjitha detajet e marrëveshjeve të tij të fshehta, të gjitha planet e tij për t'u larguar përgjithmonë nga Jugoslavia. Kush hyri në atë apartament? Kush dinte për ekzistencën e tij? Dhe më e rëndësishmja, pse nuk morën kasetën, por morën vetëm letrat? A ishte ky një mesazh, ne mund të marrim gjithçka që duam, dhe ti nuk mund të bësh asgjë? Bekimi u kthye në shtëpi atë natë dhe nuk foli me askën. Ai thjesht u ul në terrasë dhe shikoi detin deri në mëngjes. Brenda e pyeti nëse ishte gjithçka në rregull.
Ai u përgjigj vetëm me një fjali, ata janë gjithmonë një hap para meje. Ajo nuk kuptoi. Por ai e dinte. Ai e dinte se çdo përpjekje e tij për të mbajtur një sekret, për të fshehur një dëshmi, për të planifikuar një arratisje, ishte e kollë. Ata e dinin gjithçka. Dhe kjo e çmendiste. Si mund të luftosh kundër një armiku që të njeh më mirë se sa ti vetë? Në fillim të vitit 1988, diçka e çuditshme ndodhi. Bekimi ishte në shtëpinë e tij në Malib kur një vizitor erdhi pa lajmërim. Ishte një njeri i veshur me kostum të zi, me syzet e errët që foli në anglisht me theks të fortë lindor. Ai tha se përfaqësonte një kompani private sigurimesh dhe se donte t'i ofronte Bekimit një polica të veçantë, mbrojtje për familjen e tij në rast kërcënimi. Bekimi e pyeti, kërcënim nga kush? Vizitori buzëqeshi dhe tha, nga kushto që dëshironi. Kjo ishte e çuditshme nga fillimi. Bekimi nuk kishte kërkuar kurrë një shërbim të tillë. Ai nuk kishte folur me askënd për nevoja sigurie. Dhe më e çuditshme, ai njeri e dinte detaje që vetëm Utba mund t'i dinte. Ai e dinte ku jetonte vëllai i Bekimit në Prishtinë. Ai e dinte se motra e tij ishte infermiere në një spital. Ai dinte madje edhe emrin e nipit të tij. Si e dinte të gjitha këto? Bekimi e pyeti drejt për drejt. Vizitori vetëm tha, ne kemi burime. Dhe pastaj ai la një kartë biznesi dhe u largua. Bekimi e mori atë kartë dhe e shikoi për minuta të tëra. Kartela ishte e çuditshme. Nuk kishte emër kompanie, vetëm një numër telefoni dhe një fjali, na telefononi nëse ndryshoni mendje. Ndryshoni mendje për çfarë? Bekimi nuk e kuptoi atëherë. Por disa javë më vonë, kur ai mori një telefonat që i tha se vëllai i tij ishte arrestuar për 48 orë dhe më pas liruar pa shpjegim, ai e kuptoi. Ai vizitor nuk po i ofronte mbrojtje. Ai po i ofronte një zgjedhje, ose punoni me ne, ose familja juaj vazhdon të vuajë. Bekimi hodhi atë kartë në zjarr. Por ai nuk harroi kurrë atë vizitë. Ai nuk harroi fytyrën e atij njeriu, as zërin e tij të qetë, as buzëqeshjen që fshinte një kërcënim të qartë. Ai e kuptoi se lufta nuk ishte mbaruar. Madje kishte përkeqësuar. Ata nuk po përpiqeshin vetëm ta heshtnin. Ata po përpiqeshin ta thyen, ta detyronin të bëhej pjesë e sistemit që ai urrente. Dhe çfarë zgjedhjeje kishte? Të luftonte dhe të shite familjen duke u shkatëruar? Apo të pranonte dhe të shite veten duke u shkatëruar? Atë natë, Bekimi shkroi diçka në ditarin e tij që më vonë u gjet pas vdekjes së tij. Ai shkroi, kam jetuar për të qenë hero. Por heronjtë paguajnë çmime që askush nuk mund t'i durojë. Mbase është koha të ndaloj së qeni hero dhe të filloj të jem vetëm njeri. Por nëse ndaloj së qeni hero, çfarë më mbetet? Asgjë. Asgjë veç hirit dhe mëkatit. Kjo ishte frika e tij më e madhe, jo vdekja, por jeta pa kuptim. Dhe kjo frikë po e gërryen nga brenda. Çdo ditë ai zgjidhej dhe shihej në pasqyrë dhe shihte një njeri që po humbisnin. Jo fizikisht, por shpirtërisht. Ai po bëhej hije e vetës që kishte qenë dikur. Dhe askush nuk mund ta ndalonte këtë rënje. As dashuria e brendës. As kujtimet e së kaluarës së lavdishme. As shpresa për një të ardhme më të mirë. Asgjë nuk mund ta shpëtonte nga barra e asaj heshtje që e mbante rob. Pse askush nuk erdhi ta ndihmoj? Pse askush nga miqtë e tij, nga kolegët e tij, nga njerëzit që ai kishte ndihmuar gjatë viteve, nuk guxuan të ngrenë zërin?
Këto pyetje e mundonin natën. Ai e dinte përgjigjen, frika është më e fortë se dashuria. Frika e mbyt edhe miqësinë më të madhe. Dhe në atë botë ku ai jetonte, ku çdo fjalë mund të shndërrohej në dënim, ku çdo ndihmë mund të kostonte jetën, heshtja ishte e vetmja mënyrë të mbijetoje. Por kjo heshtje e vriste ngadalë. E vriste atë dhe të gjithë ata që heshtnin për të. Dhe kështu një hero u kthye në viktimë. Jo nga armiqtë e tij, por nga ata që duhej ta mbronin. Nga heshtja e tyre. Para se ai të largohej përgjithmonë nga Beogradi, Bekimi bëri diçka që askush nuk e kuptoi plotësisht. Ai shkoi tek një grua e vjetër që jetonte në periferitë e qytetit, një grua që njerëzit e quanin magjistare. Ajo nuk ishte fallxore e zakonshme që lexonte llogarinë e kafes. Ajo ishte diçka më e thellë, më e vjetër, një grua që familjet shqiptare e vizitonin në fshehtësi kur kishin frikë të madhe. Bekimi hyri në shtëpinë e saj në errësirë, duke mbajtur një qese të vogël në dorë. Brenda qeses ishte një unaz e vjetër argjendi me një gurtëzi që ai e mbante që prej ditës kur babai i tij ja kishte dhënë në shtratin e vdekjes. Babai i kishte thënë atëherë, kjo unaz të mbron nga syri i keq, por vetëm nëse nuk e heq kurrë. Bekimi nuk e kishte hequr për 35 vjet. Atë natë, ai ia dha gruas së vjetër dhe tha, kam nevojë për mbrojtje më të fortë. Ajo e shikoi në sy dhe ju përgjigj, kjo unaz të ka mbrojtur deri tani, por tani ti po kërkon mbrojtje kundër diçkaje që nuk mund të mbrohet. Ti po kërkon mbrojtje kundër fatit. Bekimi nuk tha asgjë. Ai thjesht la unazën atje dhe u largua. 3 ditë më vonë, trupi i tij u gjet në Beograd. Dora e majt ishte e zbrazët, pa unaz, pa shenjë. Vetëm një vit të bardhë ku guri kishte qëndruar për dekada. Askush nuk e pa atë grua përsëri. Shtëpia e saj u bë bosh brenda një jave pas vdekjes së Bekimit. Fqinjet thanë se ajo u largua natën, pa marrë asgjë me vete. Por dikush tjetër tha se ajo nuk u largua vetë, se ajo u morë. Se një makinë e zezë erdhi dhe ajo u ngjit pa rezistencë, sikur e priste. Kush ishte ajo grua vërtet? Askush nuk e di. Por ajo që dihet është se Bekimi shkoi tek ajo në momentet e fundit dhe unaza zhduk përgjithmonë. Ka njerëz që besojnë se ajo unaz mbante jo vetëm mbrojtje shpirtërore, por gjithashtu një kod të gravuar në brendësinë e gurit, një kod që çeliste diçka shumë më të rrezikshme se sa Bekimi do të donte të pranonte. Por asnjë provë nuk është gjetur kurrë. Vetëm hije dhe fjalë të përshpëritura nga ata që kishin frikë të flisnin me zë. Ajo që dihet me siguri është kjo, pas asaj vizite, Bekimi ndryshoi. Ai filloi të shkruante letra që nuk i dërgoi kurrë. Letra drejtuar njerëzve që ai donte, por nuk guxonte t'i kontaktonte. Një prej tyre ishte një letër drejtuar vëllait të tij, ku ai shkruante, nëse diçka më ndodh, mos kërko drejtësi nga ata që më vranë. Kërko drejtësi nga ata që heshtnin. Kjo letër u gjet në banesën e tij në Malib, e fshehur brenda një libri të vjetër poezish shqiptare. Letër tjetër ishte drejtuar djalit të tij, letër që ai e shkroi por e dogji, sipas brendës, sepse nuk donte që djali të mbante peshën e së vërtetës. Çfarë të vërtetë? Çfarë dinte Bekimi që ishte aq e rëndë sa edhe të vdekurit nuk guxonin ta mbante? Në fund të vitit 1988, shëndeti i Bekimit filloi të rrëzohej shpejt. Por jo nga një sëmundje natyrale. Ai nuk ishte njeri i sëmur para asaj kohe. Ai ishte ende i fortë, i aftë, plot energji. Por një ditë ai u zgjua me dhimbje të tmerrshme në stomak dhe nuk mund të ngrihej nga shtrati. Brenda telefonoi urgjencën dhe mjekët erdhën shpejt.
Ata e quan në spital dhe bën analiza. Rezultatet ishin konfuze. Ai kishte simptoma helmi, por analizat nuk treguan asnjë substancë të njohur. Mjekët i thanë Brendës, ky është reagim i pazakon. Ne nuk e kuptojmë plotësisht. Ata e mbajtën në spital për 3 ditë dhe pastaj e lëshuan. Por dhimbja nuk u largua kur plotësisht. Ajo qëndroi atje e vazhdueshme, e ngadalshme, si një ngrënie që e konsumonte nga brenda. Brenda e detyroi të shkonte tek një mjek tjetër, një specialist që punonte për aktor të famshëm në Los Angeles. Ky mjek ishte më i drejtpërdrejtë. Mjeku dyshonte, dikush mund t'ju jap diçka në sasi të vogla për një kohë të gjallë. Nëse ndaloni së ngrëni nga burimet e zakonshme, do të shihni përmirësim. Nëse vazhdoni, do të përkeqësohet. Bekimi e pyeti, çfarë burimesh? Mjeku u përgjigj, çdo gjë që vjen nga jashtë shtëpisë tuaj. Çdo gjë që ju sillen miq ose vizitor. Çdo gjë që nuk e kontrolloni vetë. Nga ajo ditë, Bekimi ndaloi së pranuar ushqim nga dikush tjetër. Ai ndaloi së shkojë në restorante. Ai ndaloi së piu asgjë që nuk e hapte vetë. Dhe për një kohë, ai u ndjer më mirë. Por ky përmirësim zgjati vetëm disa javë. Pastaj simptoma kthyen më të forta se më parë. Kësaj radhe ato nuk ishin vetëm fizike. Ai filloi të ketë halucinacione. Ai shihte njerëz që nuk ishin atje. Ai dëgjonte zëra natën. Ai zgjohej duke ulur nga ëndra që nuk i kujtoheshin, por që e linin të dridhur dhe të lagur me djersë. Brenda ishte e tmerruar. Ajo e detyroi të shkonte tek një neurolog. Neurologu bëri teste dhe tha, truri juaj nuk ka asnjë dëmtim organik. Por ju keni shenja të një gjendjeje të njohur si paranojë e induksuar nga stresi kronik. Kjo mund të shkaktohet nga trauma, nga frika e vazhdueshme, nga besimi se jeni në rrezik. Bekimi e pyeti, dhe nëse unë jam vërtet në rrezik? Mjeku nuk pati përgjigje. Kështu Bekimi jetoi muajt e fundit të jetës së tij, në një gjendje midis realitetit dhe frikës, ku ai nuk dinte më çfarë ishte e vërtetë dhe çfarë ishte imagjinat. Ai nuk dinte më nëse helmi ishte real apo thjesht ndihma e trurit që e tradhtonte. Ai nuk dinte më nëse ata që e ndiqnin ishin agent real apo fantazma të frikës së tij. Por një gjë ai e dinte me siguri, ai po vdiste. Jo vetëm trupi, por mendja, shpirti, çdo gjë që e bënte atë njeri. Dhe askush nuk mund ta shpëtonte, sepse si mund të shpëtosh dikë nga një armik që ai vetë nuk mund ta shihte qartë. Raporti mjekësor i vdekjes thoshte, shkaku i vdekjes i papërcaktuar, me mundësi të vetvrasjes. Por Brenda refuzoi ta pranonte këtë. Ajo tha, burri im nuk ishte njeri që do të vritej. Ai ishte njeri që po vritej. Ka ndryshim. Ka ndryshim të madh. Por askush nuk dëgjoi. Rasti u mbyll. Dosja u vulosur. Dhe të gjitha pyetjet që ajo bëri, të gjitha kërkimet që ajo filloi, të gjitha letrat që ajo dërgoi, u lanë pa përgjigje. Ditën para vdekjes së tij, Bekimi shkoi në një vend ku ai nuk kishte shkuar për vite, një kishë e vogël ortodokse shqiptare në afërsi të Los Angelesit. Ai nuk ishte njeri fetar. Ai nuk shkonte në kishë kurrë. Por atë ditë, ai hyri dhe u ul në bankën e fundit, vetëm në heshtje. Prifti që ishte atje e pa dhe e njihte, ky ishte Bekim Fehmiu, ylli shqiptar. Prifti shkoi tek ai dhe pyeti, a dëshironi të flisni? Bekimi e shikoi dhe tha, unë dua të rrëfej, por jo me zë. Unë dua të rrëfej me heshtje. Prifti u befasua, por respektoi.
Ai tha, Zoti dëgjon edhe heshtjen. Bekimi qëndroi atje për 1 orë. Ai nuk foli asnjë fjalë. Ai vetëm qëndroi me kokën ulur, me duart e bashkuara, duke qarë ngadalë pa zë. Kur ai u ngrit për t'u larguar, prifti i tha, çfarëdo që të ndodh, dije se ti nuk je vetëm. Bekimi buzëqeshi hidhur dhe ju përgjigj, unë kam qenë vetëm gjithë jetën time. Edhe kur isha i rrethuar nga mijëra njerëz. Vetmia nuk ka të bëjë me numrin e njerëzve pranë teje. Ka të bëjë me ndjenjen se askush nuk të kupton vërtet. Dhe askush nuk më ka kuptuar kurrë. As ata që më duan. As ata që më urrejnë. Askush. Atë mbrëmje, ai u kthye në shtëpi dhe shkroi diçka të fundit në ditarin e tij. Ai shkroi, kam jetuar si hero dhe vdes si rob. Kam pasur gjithçka dhe humbas me asgjë. Kam dashur shumë dhe jam dashur pak. Kam pasur zë dhe nuk kam guxuar ta përdor. Nëse ka drejtësi pas vdekjes, shpresoj se do ta gjej. Nëse jo, atëherë gjithçka ka qenë një mashtrim. Dhe unë kam qenë budalla më i madh. Ky ishte mesazhi i fundit i tij. Ditën e nesërme, trupi i tij u gjeti pa jetë në dhomën e tij në Beograd. Ai kishte udhëtuar atje pa i thënë askujt, as brendës. Ai kishte marrë një fluturim të fundit për në qytetin që e urrente dhe që e donte në të njëjtën kohë. Ai shkoi në dhomën e mbyllur, dhomën që askush nuk kishte hapur për vite. Dhe atje, në atë dhomë të mbushur me sekretet e një jete të thyer, ai ra. Ai ishte zemra që pushoi së rahuri nga dhimbja e akumuluar? Ai ishte helmi që më në fund arriti efektin e tij fatal? Apo ishte diçka më e thjeshtë dhe më tragjike, ishte thjesht fundi i një njeriu që nuk kishte më arsye të jetonte? Kur policia hapi dhomën, ata gjetën dokumente të shpërndara kudo. Letra të shkruara me dorë që nuk mund të lexoheshin plotësisht. Fotografi të grumbulluara që tregonin njerëz që askush nuk i njihte. Dhe një çantë të vogël lëkure, e mbyllur me një kod që askush nuk arriti ta hapte. Brenda asaj çante, sipas spekulimeve, ishte e vërteta e plotë, të gjitha emrat, të gjitha dokumentat, të gjitha provat që Bekimi kishte grumbulluar. Por çanta zhduk para se të mund të hapej. Sipas brendës, ajo u mor nga zyra e policisë dhe askush nuk e pa përsëri. Kur ajo kërkoi ta merrte si pjesë të trashëgimisë, ju tha se ajo ishte humbur në transitin ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Humbur. Sikur diçka mund të humbas kaq lehtë nga një zyrë policie e ruajtur. Cili ishte sekreti i fundit që Bekimi donte ta linte? Përse ai u kthye në atë dhomë, në atë qytet që e kishte shkatëruar? Dhe kush ishin njerëzit që nuk donin që ajo çantë të hapej kurrë? Këto pyetje mbeten pa përgjigje edhe sot. Por ata që e njohën Bekimin dinë një gjë, ai nuk ishte njeri që dorëzohej lehtë. Ai luftoi deri në fund. Dhe nëse ai vdiq, nuk vdiq si rob. Ai vdiq si njeri që përpiqet të lërë gjurmë, edhe nëse gjurma ishte e fshehur dhe e koduar. Edhe nëse ajo gjurmë do të zbulohet vetëm kur të gjithë fajtorët të jenë tashmë të vdekur dhe të sigurt nga drejtësia. Pastruesja që punonte në shtëpinë e Bekimit në Beograd e mbante heshtjen për 16 vjet. Ajo hynte çdo mëngjes në orën 6, pastronte, largohej pa folur me askën. Por në vitin 2004, kur ajo u diagnostikua me kancer terminal dhe kuptoi se nuk kishte më asgjë për të humbur, ajo thiri një gazetar të besuar dhe tha, kam diçka që duhet të them para se të vdes. Ajo tregoi se në muajt e fundit para vdekjes së Bekimit, ajo gjente gjëra të çuditshme në kosh. Letra të grisura në copa të vogla që ajo i grumbullonte dhe i fshite në çantën e saj.
Ajo nuk dinte përse i merrte, vetëm ndjente se ishin të rëndësishme. Kur ajo arriti në shtëpi, ajo i ngjiti letrat si puzle. Ajo që doli ishte një listë me emra. 15 emra. Disa prej tyre ishin njerëz që ajo i njihte nga televizioni, zyrtar të lartë, drejtor televiziv, artistë të njohur. Të tjerët ishin emra të panjohur. Pranë çdo emri kishte një numër dhe një fjalë të shkruar me shkronja të mëdha, paguar. Ajo nuk e kuptoi atëherë. Por kur vite më vonë disa prej atyre emrave u akuzuan për bashkëpunim me UDB-n, ajo e kuptoi. Ajo listë nuk ishte thjesht një listë. Ishte një pasqyrë e rrjetit që e kishte rrethuar bekimin, një rrjet njerëzish të paguar për ta mbajtur nën kontroll, për të raportuar çdo lëvizje, çdo fjalë, çdo plan. Dhe Bekimi e dinte për këtë rrjet. Ai e kishte zbuluar. Dhe ai e shkroi atë listë jo për hakmarrje, por për të lënë dëshmi. Por dëshmia u grish. Dhe ajo u hodh në kosh. Dhe vetëm një pastruese që ruajti copat e ruajti të vërtetën nga zhdukja e plodh. Gazetari ja kërkoi asaj copat e letrave. Ajo ia dha të gjitha. Ato ishin ende në një zarf të verdhur, të mbajtura me kujdes për vite. Por kur ai provoi t'i publikonte, redaktori i gazetës refuzoi. Ai tha, këto emra janë shumë të fuqishëm. Ne nuk mund t'i prekim pa prova të forta ligjore. Gazetari u përpoq të gjej prova të tjera, por çdo derë që ai trokiti u mbyll. Çdo burim që ai kontaktoi u friksua. Një burim ja tha hapur, nëse vazhdon këtë hequr dorë nga kjo, do të përfundosh si Bekimi. Historia nuk u publikua kurrë. Dhe pastruesja vdiq 3 muaj më vonë, duke ditur se sekreti që ajo ruajti nuk arriti kurrë deri te publiku. Por ajo e la atë zarf me një notar, me udhëzime që të hapej pas vdekjes së 5 personave specifik nga ajo listë. 3 prej tyre kanë vdekur tashmë. 2 të tjerët jetojnë ende. Dhe zarfi i predh. Por ajo që pastruesja nuk e dinte ishte se lista nuk ishte e vetmja gjë që Bekimi kishte fshehur. Në një nga vizitat e fundit në atë shtëpi, ai solli një kuti të vogël metalike. Ai nuk ja tregoi askujt. Ai e fshiu vetë në një vend që vetëm ai e dinte, brenda murit të dhomës së mbyllur, pas një tull të lëvizshme. Brenda asaj kutie, sipas një dëshmie të një punëtori që u thirrur më vonë për rregullime, kishte fotografi dhe një kasetë. Por kur punëtori foli për këtë me një fqinj, ai u paralajmërua nga dikush që nuk duhej të fliste. Ai pushoi së foluri. Dhe kutia, nëse ekzistonte vërtet, nuk u gjet kurrë. Muri u rindërtua në vitin 1999 gjatë renovimeve. Çdo gjë që kishte qenë atje u mbulua me beton të ri. Dhe sekreti u varros përgjithmonë. Apo jo? Sepse në vitin 2011, një punëtor që punonte në shkatërimin e asaj ndërtese për të ndërtuar një kompleks të ri, gjeti diçka. Një fragment metali mes betonit. Ai e mori dhe e hapi. Brenda kishte një copë letre e djegur nga skajet, me vetëm disa fjalë të lexueshme, nëse më ndodh diçka, kontaktoni, dhe pastaj një numër telefoni. Numri ishte italian. Punëtori e telefonoi numrin nga kurioziteti. Zëri që u përgjigj ishte i një gruaje të vjetër. Ajo nuk fliste serbisht. Punëtori provoi në anglisht. Gruaja pyeti, kush jeni ju? Ai shpjegoi se gjeti një letër të vjetër me këtë numër. Gruaja pushoi së foluri për disa sekonda. Pastaj ajo tha, ajo letër ishte nga një njeri që vdiq para shumë vitesh. Unë kam pritur këtë telefonat për 20 vjet. Por tani është shumë vonë.
Të gjithë që dinin të vërtetën janë të vdekur. Ajo që mbetet janë vetëm hije. Dhe ajo mbylli telefonin. Punëtori nuk mundi ta kontaktonte përsëri. Numri ishte shkëputur. Dhe letra u humbi në zhurmat e kantierit. Kështu sekretet e bekimit u shpërndan si pluhur në erë. Çdo përpjekje për t'i grumbulluar solli vetëm copa të pamjaftueshme, gjurmë të dobëta, zëra që frikoheshin. Por midis të gjitha këtyre copave, një gjë është e qartë, bekimi nuk vdiq thjesht. Ai u eliminua. Jo me plumb, jo me helm të shpejt, por me një luftë psikologjike të planifikuar që e theu ngadalë, që e izoloi nga të gjithë, që e ktheu në hije të vetvetes. Dhe ata që e bën këtë nuk ishin vetëm armiqt e tij të hapur. Ishin gjithashtu ata që qeshen me të në darkë, që e përqafonin në publik, që i shisnin shpirtin për pare dhe për mbrojtje. Ata që e tradhtuan nuk ishin të huaj. Ishin njerëz që ai quante miq. Dhe kjo është pjesa më e dhimbshme e kësaj historie, jo se ai u vra, por se u vra nga njerëzit që ai besonte. A mund të ketë drejtësi kur të gjithë fajtorët janë mbrojtur nga sistemi që i krijoi? A mund të ketë paqe kur e vërteta është varrosur në shtresa betoni, hiri dhe frike? Në vitin 1989, pas shembjes së murit të Berlinit, filloi një valë shprese në gjithë Evropën lindore. Njerëzit mendonin se diktatura kishte mbaruar, se e vërteta do të dilte në dritë, se ata që kishin vuajtur do të gjenin drejtësi. Por në Jugosllavi, ajo shpresë ishte e shkurtër. Vendi po shpërbëhej në luftëra etnike dhe në kaos të tillë, drejtësia humbet. Dosjet e UDBA-s që mund të kishin zbuluar të vërtetën për bekimin dhe për mira të tjerë, u fshin, u dogjë, ose u fshen në arkiva që ende nuk janë hapur plotësisht. Ata që dinin më shumë u larguan, ndryshuan identitet, ose vdiqën në rrethana të çuditshme. Dhe familja e bekimit mbeti me pyetje pa përgjigje. Brenda u përpoq të luftonte për drejtësi. Ajo shkoi te avokat, te organizata ndërkombëtare, te gazetar investigativ. Por çdo herë që ajo afrohej në diçka konkrete, derë mbyllej. Një avokat që premtoi se do ta ndihmonte ndërroi mendim pas një takimi me zyrtar nga Beogradi. Ai i tha Brendës, unë nuk mund të vazhdoj këtë rast. Është shumë i rrezikshëm. Ajo e pyeti, rrezikshëm për kë? Ai nuk u përgjigj. Një gazetar që filloi një investigim u kërcënua me padi për shpifje nga një prej emrave në listën e bekimit. Ai tërhoqi artikullin para publikimit. Një organizatë ndërkombëtare që mori rastin e konsideroi për 2 vjet dhe më pas e hodhi për mungesë provash. Brenda humbi shpresën. Ajo u kthye në Amerikë dhe nuk foli më publikisht për bekimin. Ajo jetoi në heshtje, duke ruajtur kujtimet e tyre private, duke mbajtur letrat e tij, duke shikuar fotografitë e tyre të lumtura nga koha kur bota ende dukej e drejtë. Ajo vdiq në vitin 2017, pa parë kur drejtësi. Dhe me vdekjen e saj, një kapitull tjetër u mbyll. Por pyetjet nuk vdiqen. Ato vazhduan të jetonin në mendjet e atyre që e njihnin historinë. Vajza e bekimit, Heana, vazhdoi të kërkojë të vërtetën në mënyrën e vet. Ajo shkoi në Beograd në vitin 2012 dhe kërkoi të hynte në dhomën ku babai i saj kishte vdekur. Ajo donte të ndjente prezencën e tij, të kuptonte çfarë ndjente ai në momentet e fundit. Por shtëpia ishte shitur dhe rindërtuar. Dhoma nuk ekzistonte më. Asgjë nuk mbetej nga ajo që kishte qenë. Heana u ul jashtë ndërtesës dhe qau për orë të tëra. Njerëzit kalonin dhe e shikonin, por askush nuk ndaloi. Askush nuk e pyeti çfarë kishte.
sepse në atë vend, trishtimi ishte kaq i zakonshëm sa që askush nuk e vinte re më. Por para se të largohej, Heana bëri diçka që askush nuk e priste. Ajo lëshoi një deklaratë të shkurtër për një gazetë vendase. Ajo tha, babai im nuk ishte hero i përsosur. Ai kishte dobësi, frikëra, gabime. Por ai ishte njeri që donte të bënte të drejtën. Ai donte të fliste për ata që nuk kishin zë. Dhe për këtë, ai u ndëshkua jo me vdekje të shpejtë, por me vdekje të ngadalshme që zgjati vite. Ai u vra çdo ditë, cop, derisa nuk mbeti asgjë prej tij. Dhe ata që e bën këtë nuk u ndëshkuan kurrë. Ata jetojnë ende, të pasur, të respektuar, të mbrojtur. Dhe kjo nuk është vetëm padrejtësi për babain tim. Është padrejtësi për të gjithë ata që vdiqën në heshtje, të harruar nga bota. Kjo deklaratë u shfaq në gazetë për një ditë. Ditën e nesërme, gazeta u detyrua të bëjë një kundërshtim publik, duke thënë se deklarimet e Heanës ishin personale dhe nuk pasqyronin pozicione redaktuese. Asnjë diskutim i mëtejshëm nuk ndodhi. Asnjë reagim zyrtar nuk u dha. Dhe Heana u kthye në Amerikë, duke ditur se zëri i saj ishte dëgjuar, por jo dëgjuar vërtet. Dhe kështu jeta e Bekim Fehmiut u mbyll jo me drejtësi, por me heshtje. Emri i tij u përmend ndonjëherë në retrospektiva kinematografike, në listat e aktorëve të mëdhenj shqiptar, në dokumentar historik. Por kur nuk u përmend e vërteta e plotë. Kur nuk u tregua çmimi që ai pagoi. Kur nuk u zbuluan emrat e atyre që e shkatëruan. Sepse sistemi që e vrau Bekimin ende ekziston, jo me të njëjtin emër, jo me të njëjtën formë, por me të njëjtën logjikë. Logjika që të fuqishmit mbrojnë njëri tjetrin. Logjika që drejtësia është vetëm për ata që nuk kanë lidhje. Logjika që e vërteta mund të varroset nëse ka mjaft para dhe mjaft frikë. Sot, në vitin 2022, emri i Bekim Fehmiut përkujtohet nga gjenerata të reja që nuk e jetuan kohën e tij. Ata e shohin në filmat e vjetër, në fotografi bardhë e zi, në intervista të arkivuara. Ata shikojnë një njeri të bukur, karizmatik, plot jetë. Por ata nuk e dinë se prapa asaj buzëqeshjeje kishte dhimbje. Prapa atij shkëlqimi kishte errësirë. Prapa asaj famash kishte një burg pa hekura, por me mure më të fortë se çdo hekur. Ka njerëz që thonë se historia e Bekimit është një histori e së kaluarës. Por ata gabohen. Kjo histori është ende e tanishmja. Sepse në çdo vend ku sistemi është më i fuqishëm se njeriu, ku heshtja është më e sigurt se e vërteta, ku të folurit kërkon guxim që mund të kushtojë gjithçka, atje historia e Bekimit përsëritet. Me emra të tjerë, me fytyra të tjera, por me të njëjtën tregim tragjik. Bekimi nuk donte të ishte martir. Ai donte thjesht të ishte njeri i lirë. Por liria kishte çmim që ai nuk mund ta paguante pa u shkatëruar. Dhe pyetja që ai la pas nuk është kush e vrau. Pyetja është, përse ne e lam të ndodhte? Përse heshtëm? Përse nuk guxuam të ngrinim zërin kur ende kishte kohë? Sepse Bekimi nuk vdiq vetëm nga dora e armiqve. Ai vdiq nga heshtja e miqve. Dhe derisa ne vazhdojmë të heshtim, derisa vazhdojmë të frikohemi, derisa vazhdojmë të pranojmë padrejtësinë si normalitet, historia e Bekimit do të përsëritet. Dhe do të ketë bekim të tjerë. Dhe ne do të qajmë për ta. Por nuk do të bëjmë asgjë. Sepse kjo është mënyra jonë. Kjo është dënimi ynë. Të kujtojmë, por jo të veprojmë. Në fund, Bekimi la një mesazh që nuk u dëgjua kurrë plotësisht.
A I shkroi në ditarin e tij, në një nga faqet e fundit, nëse dikush lexon këtë një ditë, të dish se unë nuk u dorëzova. Unë luftova sa mundja. Dhe nëse kjo luftë më mundi, nuk ishte sepse unë isha I dobët. Ishte sepse armiqt e mi ishin shumë, dhe miqt e mi ishin pak. Por nëse ti, lexues I panjohur, ke guximin që mua më mungoi, atëherë ki në mend, e vërteta nuk vdes kur plotësisht. Ajo vetëm fshihet. Dhe dikush, një ditë, do ta gjej. Dhe atë ditë, ata që më bën këtë do të mbajnë peshën e gjykimit. Jo nga ligji, sepse ligji është I korruptuar, por nga historia. Dhe historia nuk harron.